Falenderoj Mitropolitin e Elbasanit për fjalët e ngrohta, ndoshta nuk janë gjitha të vërteta, po e falenderoj. Janë shumë të vërteta. Është një gëzim i madh gjithmonë në një përvjetor, sepse është një rast për të na dhënë të meditojmë, të kthejmë kokën mbrapa, që të kemi mundësinë që të ecim përpara. Kjo është një thënie e lashtë, që vetëm njerëzit që kthejnë kokën mbrapa kanë shansin të ecin edhe përpara. Gjë që do të thotë të mësojnë nga historia, sepse historia është një mësues shumë i mirë për gjithë secilin nga ne. Ju të gjithë e dini që kisha këtu tek ne kaloj nëpërmjet kalvari shumë të frikshëm, saqë thuaj që kisha u shkatërrua. Pak njerëz do besonin që kisha do rindërtohej përsëri, por ç'është e pamundur për njerëzit është e mundur për Perëndin. E Perëndia zgjodhi njerëz të veçantë për ta bërë këtë punë. E përsërisim gjithmonë, sepse gjithmonë duhet jemi mirënjohës për veprën madhore që ka bërë kryepiskopi Anastas në të gjithë këto vite. Në qytetin e Elbasanit, një qytet historik, me një traditë jashtëzakonisht të lashtë e shumë të fortë kishtare, ndodhen disa ngjarje që do donim që mos kishin ndodhur. Por besojmë që shumë shpejt do zgjidhen. Elbasani duhet të qëndrojë në ballë të krishterimit në Shqipëri, jo vetëm nga traditat e mëdha, po dhe nga pjesëmarrja e madhe e ortodoksëve në këtë qytet, të cilët duke u bashkuar së bashku do jenë një forcë shumë e madhe. Dhe Kisha Ortodokse është një bekim për vendin tonë dhe për çdo qytet, sepse është një kishë që predikon gjithmonë dashurinë, mirëkuptimin, respektin për çdo njeri, kushdo qoftë ai. Ne mundohemi të kemi respekt dhe për njerëzit që na sulmojnë, sepse besojmë që çdo njeri pa përjashtim është krijuar sipas ikonës Perëndis. Tek gjithë njerëzit ndodhet ikona e Perëndis. Dhe Kisha na mëson ne që të jemi të aftë për të parë pikërisht këtë ikonë tek njerëzit. E mos të shohim shtrëmbrimet ose inatet e ndryshme që mund të ketë ai njeri. Çdo njeri është i vlefshëm në sytë e Perëndis. E ky është një mësim i jashtëzakonshëm. Nëse ky mësim përhapet, do ketë paqe ndërmjet njerëzve. Paqe kudo, sepse paqja është prishur. Paqja nuk bëhet nga jashtë, bëhet nga brenda. Sa më shumë paqtohemi me veten brenda, aq më shumë paqtohemi edhe me tjerët. Prandaj edhe kam shpresë që Dioqeza e Elbasanit do ketë një të ardhme shumë më të mirë. Dua të përgëzoj Mitropolitin e Elbasanit Andonin për punën e tij gjatë këtyre 10 viteve, që nuk kanë qenë të lehta. Terreni nuk ishte shumë i lehtë, por nëse ne qëndrojmë tek Perëndia, gjithçka mund të realizohet. Si thot Zoti tek zbulesa, unë jam ai që hap dhe askush nuk mbyll, që mbyll dhe askush nuk hap. E Zoti e ka hapur këtë derë të kishës tonë. Tash është detyra jonë që ta lulëzojmë akoma dhe më shumë, e ta bëjmë qytetin e Elbasanit një shembull për të gjithë kishën ortodokse në Shqipëri. Sepse duhet të kuptojmë diçka, dhe këtë e përsëris vazhdimisht. Është nga fjalët e Shën Pavlit, nuk janë fjalët e mia. Analogjinë që bën ai për kishën, sepse ai e shikon kishën si një trup i gjithë së bashku, edhe bën analogjinë me trupin e njeriu. Nëse dhem dora, dhem gjithë trupi. Nëse dhem syri, gjithë trupi dhem. Nëse dhem këmbë apo gjithë trupi. Ne nuk jemi pjesë të ndara, jemi një kishë. Nëse në një vend lulëzon kisha, është gëzim për gjithë secilin nga ne. E nëse në një vend vuan, gjithë trupi i kishës vuan. Prandaj kemi qenë gjithmonë me shpirt dhe me zemër pranë qytetit e Elbasanit për të pasur përsëri lulëzimin që ka pas në shekuj. Uroj me gjithë shpirt që Perëndia na ndriçojë të gjithëve, e të japi këtij qyteti shkëlqimin që meriton, dhe kishës ortodokse të japi një dëshmi shumë të mirë për një bashkëpunim me të gjithë njerëzit e tjerë, edhe kur kemi mendime të ndryshme, edhe kur kemi besime të ndryshme. Është e mundur që njerëzit jetojnë paqe nëse respektojnë njëri tjetrin. Dhe respekti ndaj qenieve të tjera nuk është një privilegj, po është një drejtë që i ka dhënë Zoti çdo njeriu, çdo qenie njerëzore që është krijuar sipas ikonës së Perëndis. Lavdëroj Perëndin për gjithçka që ka bërë për kishën tonë, dhe ju uroj edhe një herë qytetit e Elbasanit, kishës ortodokse në këtë qytet, një të ardhme të ndriçuar për të mirën e saj dhe për të mirën e të gjithëve. Amin. Dhe në shenjë të vizitës time në këtë qytet,
kam sjell një dhuratë simbolike, një ikonë që mitropoliti mund ta mbajë në zyrën këtu ose ku mendon që mund ta vendosë ai. Faleminderit. Shumë të bukur. Është një ikonë nga Jerusalemi i Tërshenjtës. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekje shkeli edhe të varrosurve jetën u fali. Kristos anesti ek nekron, thanaton, patisa, këtisën disni masi, zojin arisa menon. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekje shkeli edhe të varrosurve jetën u fali. Gëzuar dhe për shumë vjetë. Paçi Murati.